Selam aleikum shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria, edhe sot jemi bashkë me muslimanet në përbot. E kemi një vajzë shumë të veçantë e cila jeton dhe punon në Emiratet e Bashkuara Arabe, konkretisht në Dubai, si mësimdhënëse e një grupit në shkollë të parashkollorëve. Është kjo Bardha Selmani, është nga Mitrovica konkretisht dhe tani na tregon edhe për jetën e saj atje dhe se ku është e martuar. Selam aleikum Bardha. Wa aleikum salam, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që nuk e bashkangjitë dhe ke pranuar ftesën tonë. Është mesti. Bardha, qysh për momentin je në Sri Lanka, po? Po. Okej. Për momentin të vizitojmë familjen e burrit. Okej, burrin e ke nga Sri Lanka. Po. Është Ramazani i parë që je atje? Po, për herë të parë po e përjetoj edhe Ramazanin këtu, ka plotësene ndryshe prej Ramazanit në prej Ramazanit në Emiratet. Kemi pas kë material pak ma shumë se zakonisht me ty, për shkak se ki me na tregu dy eksperienca. Inshallah. Inshallah. Bardha, qysh po duket Ramazani në Sri Lankë, me qenë se tash je veç atje? Po, në fakt është shumë mirë. Alhamdulillah, këto është mundi shumë i nxehtë tash, nuk është tapet. Ne për e fillojmë Ramazanin herët rreth orës 4, edhe rreth orës 6:30. Që është pak më gjatë. Pak më gjatë. Alhamdulillah, po kalon koha. Dalin është që këtu iftarin që e bëjnë në zakonisht iftarin e bëjnë me ushqim direkt. Këtu e bëjmë veç për shembull pak si supë, me diçka të vogël. E tash i hajnë darkë mas namazit të akşamit, mas namazit të yatsis. E jo si të natë që bëjnë iftar kështu pak më rënd. Cila po duket më përshtatshme? Kjo që ke qenë në Kosova, po atje që po e bojnë? Në fakt është interesant që më janis me diçka më lehtë, se besoj kur argjerojmë edhe lodhemi pak edhe me fillu me ushqim pak më të rëndë më një herë, duket që tash kena të plokshtin, me rëgjumi, kështu që me fillu me diçka më të lehtë, po t'jetë energji, po nuk po t'lodh kështu me të marrë taj gjumi me një herë. Aha, okej, shumë mirë. A ja ambjentu që është kanë prit atje, ty si nuse nga Kosova? Po, alhamdulillah, shumë mirë. Në fakt, nuk kom pas asnjë problem. Janë shumë mikpritësa si popull, bile kështu në botë e kanë atë emrin që janë shumë popull mikpritës. Nuk jam ndje kështu si e huja, ose ndryshe, jam ndje si pjesë e familjes gjithmonë. Shumë mirë. Besoj që edhe ata që po na shikojnë Bardha e në kurreshtar me ditë, qysh e ke njoftu burrin? Në Dubai, me siguri, apo? Ashtu subhanallah, është interesant se Allahu ka derën të më njoft përmes disa personave që unë kam kurse një shoqe, ajo shoqe unë ka njoftu një shoqe të sana, që derisa jam njoftu edhe me burrin. Tash alhamdulillah kur jam ardhur për më martu, jam ardhur me babën, edhe tash jetoj me burrin në Emirate. Okej, qysh ka qenë për babën kur e ke njoftu prej ardhjen e burrit, a ka qenë gjithçka në rregull, po mendoj apo kanë pas ato hezitimet e veta? Po, alhamdulillah, familja jem kanë qenë shumë mbështetës. Atë është me ndihau për kur është puna, për derisa është musliman, atë kanë shumë trajtimit, nuk kanë pas ndaj problem për shkak të nacionalitetit ose diçka tjetër. Shumë mirë. Bardha, po kthehem pak te Emiratet. Ju qysh është Ramazani atje? Prej cilit vit jeni në Dubai? Po, unë këto në Emiratet e Bashkuara Arabe jam prej vitit 2022, më ka rami përjetu që disa Ramazane. Në fakt, është shumë mirë për shkak që
shteti ka bërë lejime edhe lëshime kur është puna tek argjerusit, për shembull orari i punës është i shkurtum për 2 orë, orari i shkollës është i shkurtum, sikur në mëngjes ja nisëm pakës më vonë, edhe në mbasdite përfundojmë më herët, po ashtu inkurajojnë mësimin online, shumica e shkollave pjesërisht bojnë online gjatë Ramazanit, që është shumë mirë, si agjeros ndihom shumë të mbështetur, që është më lehtë për neve. Ka komoditet gjatë agjerimit. Absolutisht. Okej. Po atmosfera kështu, do të thotë edhe ne jemi përqindje më e madhe musliman, por realisht, elhamdulillah, tash së fund mirë, ndjehet, është e theksuna atmosfera Ramazanit, por nuk ka qenë, do të thotë, vite më herët e njëjta qysh është sot. Qysh ndjehesh në një vend që është i tillë që është më praktikant se sa Kosova dhe kur ke shku, qysh je ndje atje? Alhamdulillah, është shumë mirë për shkak që kur nuk jam ndje paragjikume për shkak që e vnoj shamin. Unë kur kam fillu me vendos shamin në vitin 2017, fakti me ndrojti edhe prej familjes edhe prej rrethit se a ka me mujt me gjetë punë, a ka me mujt me gjetë partner për martesë, çfarë barjerash kam e pas gjatë jetës, po elhamdulillah që e kam pas bindjen, edhe Allahu ma ka mundësu që edhe me gjetë partnerin, edhe me gjetë punën, edhe me gjetë vendin ku jetoj, që mos me pas asnjë barjerë për shkak që je kam bind fes. Këto, elhamdulillah, është gjithçka që shkon mirë, për shembull, në çdo vend ku shkon, sikur në qendër tregtare, sikur në park, ke mundësi për më u falë, për më marrë avdes, janë vendet e përcaktume, sikur në punë nuk të pengojnë, për shembull, për kur është vakti namazit me shku me u falë. Elhamdulillah, ka lehtësime më shumë për kur është praktikimi i fesë, nuk të penalizon që ke mbulesën ose diçka tjetër. Po, Borda, puna jote e përditshme është me fëmijët parashkollor, apo? Po, unë jam mësuese për moshën 3 deri në 4 vjet, në një shkollë që është në sistem amerikan. Elhamdulillah, unë jam shumë e kënaqur me punën me fëmijët vogël, se janë shumë të dashur, shumë të hapur. Gjithë të shoh në mëngjes, elhamdulillah, me shumë pozitivitet, me shumë motiv për me shku në punë. Edhe qysh e ke gjetë punën, po mendoja ka pas vështirësi për shkak se realisht i tregove që kur je mbulu ka qenë një sfidë prej tjerëve sa keme gjetë punë dhe Borda në Dubai në punë. Jo, elhamdulillah, këto ka qenë shumë lehtë. Unë studimet i pata përfundu në Kosovë për bachelorit dhe master. Tash kur kom marrë këto, kom apliku për punë për mas platformave online edhe njëm shku në intervjist që më kanë thirë, kam pas me ba një demo që që japi unë mësimin në zoncave, aty në ju ka pëlqy edhe fakti që jam kanë muslimane ose praktikuse, as nuk o kanë që më thonë plus, as minus është diçka neutrale, se këto kam kolega që janë praktikuse, ka kolega që janë jo muslimane që në tjetër nacionalitet, nuk është penges. Shumë mirë. Borda, a ka komunitet musliman, njerëz me të cilët shoqërohesh në Dubai, të cilët jetojnë edhe punojnë si ti atje? Po, në fakt, këtu në Dubai ka njerëz prej ma shumë se 200 nacionaliteteve të ndryshme. Më ka ra me bo shoqëni edhe me njëft njerëz prej vendeve që ndoshta edhe nuk i kom ndogju në herë që ekzistojnë. Kështu që, elhamdulillah, na ka mundsu Allahu me hap mendjen ma shumë për kulturat të reja, për njerëz me eksperiencat ndryshme. Më bë ma të pranueshëm, jo me paragjiku se jemi të tonë të barabartë, jemi krejt njëjtë, kur vjen se për gjithçka, që elhamdulillah kanë eksperiencë e mirë, kom provu ushqime ndryshme, kom provu traditat ndryshme, po ajo që atë kom gjetë të secili person u konë që krejt janë të dashtë, të pranueshëm, që nuk o kanë barjerë asnjëherë që jenë atë nacionaliteteve ndryshme kur qëllimet i kanë atë njëjta, kur i besojnë njëjtin Zot, elhamdulillah. Borda,
shkolla ku ti punon, është shkollë me sistem islam, edhe pse ti tregove që është shkollë me sistem amerikan, mirë po a ka të bëjë me pjesën e besimit apo është e distancuar komplet? Besimi prej plan programit mësimor. Shkolla ku punojnë edhe pse përdor sistemin amerikan për shkencë, matematik, e këto tjera të lënë. Gjithsesi e ka edhe mësimin e besimit, mësimin e Kuranit. Nxënësit çdo ditë, përveç që kanë këto lëndë themelore, kanë një orë Kur'an, një orë për gjuhën arabe, orë të dedikume për mësim besimin e islamit. Kështu që islami është definitivisht shumë i integruar në shkollë. Shumë mirë. A ka në shkollë, nuk të thot vetëm në klasën ku ti e ke, mirë, po në shkollën e juaj, a ka fëmijë shqiptar? Në këtë shkollën ku jam tash, nuk kam rastis në një nxënës ose mësimdhënës që është shqiptar, po në një shkollë tjetër ku punoj më herët, atë kam pas një kolege nga Shqipëria, ajo kanë mësues e Kuranit. Elhamdulillah, jam ndjen shumë mirë me gjetë dikën prej vendit tonë, se zakonisht ne preferojmë me migru nga ana perëndimore, nuk ka shumë shqiptarë këtu në lindjen e mesme, po ka shumë eksperiencë e mirë që kena pas një në tjetrën, kena komunikuar shqip, se ka një herë të mungon edhe ajo me komunikun shqip me dikan. Kështu që elhamdulillah po kam pas rast me kolegë shqiptarë. Po, Bardha i përmende faljen e namazit i cili do të thotë është i lehtë atje për shkak se ka musalla ose mesxhide në qendra tregtare në vendet ndryshme, po a e vren në Kosovë, me siguri ju çdo vit vini apo në Kosovë? A vren ndryshime në këtë pikë për shkak se elhamdulillah edhe tek ne nuk kemi nevojë shumë me u anku, normalisht që e mira nuk ka fund. Mirë po, i kemi disa përmirësime sa i përket kësaj pjesës mesxhideve në vende ku do thot nuk ki xhami afër dhe ndoshta janë pak më në distancë qytetit. Apo vrehen për ju që jeni jashtë dhe vizitoni ndonjëherë këto? Po, definitivisht, besoj që ka hala hapësirë për me u përmirësu gjendja. Po besoj që po ka ma shumë iniciativa për shembull për me shtu dhoma në faljes, sikurse në aeroport, në disa qendra tregtare, po i shoh në rrjetet sociale, po i shoh edhe vetë kur po vizitoj. Alhamdulillah, po vjen shumë të përmirësu gjendja, po besoj që sa ma shumë të ka interesim për neve si besimtar që mi kërku këto vende, atëherë besoj që edhe personat që i menaxhojnë këto vendet hapësirat publike, besoj që janë tash më të hapur për me na i plotësu këtë nevojë nëse ne vazhdojmë me i kërku. Bardha, nëse nuk ke diçka më shtu, kisha desht një këshill për fund për të gjithë agjëruesit të cilët jetojnë larg familjeve të tyre, larg familjeve të veta të prindërve, për shkak se ti tash e ke kriju një, do thot, e ke bashkëshortin dhe është një familje realisht e re, mirë po mendoj larg familjeve kështu, familjes më të gjerë, më të madhe. Po, sigurisht, alhamdulillah, tash teknologjia e ka bërë shumë të lehtë që me qenë afër familjes në çdo kohë, sikur me bisedu përmes telefonit, sikur se me vizitu, është shumë më lehtë tash po ka fluturime shumë shpesh, kështu. Elhamdulillah, nuk e ndjej atë par largësinë aq shumë, por kisha pas një këshill për gjithë që me vazhdu që me besu në mirësinë e Zotit, kur ti i bindesh Zotit për ata që ti e din që duhet me bë, atëherë Zoti ti ka me ti qelë të na udhë që me mujt me ju bind Zotit në atë mënyrën që ai e meriton. Mos me u friksu, që për shembull nuk mundesh me gjetë punë ose diçka tjetër, se Allahu ka boll risk më na dhon krejtëve. Kështu që veç me vazhdu me ju bind Zotit edhe gjithçka ka me funksionu ashtu që është më së miri. Faleminderit shumë për këtë mesazh kaq të nevojshëm që më dëgju secili prej nesh, Bardha. Faleminderit shumë. Tek kënaqësi. Shpresoj shumë që kurdo që je në Kosovë kime nu lajmëru edhe kemi me të pasë edhe këtu në studio me diskutu më gjërësisht për eksperiencat e tua.
Definitivisht, kish me qenë. Inshallah. Faleminderit shumë, Allahu shpërbleft. Miru pafshim. Selam aleikum. Faleminderit shumë që na ndoqët. Miru pafshim në emisionin e radhës.